Dhe Ibni Qayyimi kur flet në aspektin e zemrës së shëndosh, thot patjetër njeriu duhet që t'i largon 5 perde të cilët janë mes atij dhe Zotit të tij. Patjetër duhet njeriu të kujdeset që të eliminon 5 pengesa që janë mes atij dhe Zotit të tij. Pengesa e parë, perdja e parë, duhet kujdeset që të largon nga zemra e tij shirku, që është kundërshtim me tauhid, që është kundërshtim me njëshmëri. Shirku është prej mëkateve të mëdha, që Allahu Azza wa Jall ka thonë në Kur'anin e Kerim, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Shirkun Allahu nuk e fal. Tash Allahu nuk e fal shirkun e madh apo dhe shirkun e vogël. Abdullah ibn Abbasit, Abdullah ibn Mesudi thot, Allahu nuk i fal të di lloj shirkët, përveç se me tauba. Vetëm njeriu nëse vendohet. Edhe shirkun e madh, edhe shirkun e vogël. Mirë, po shirku i madh a pasojë ndëshkim për hershmëri në xhenem, ndërsa për shirkin e vogël duhesh të ish në xhenem përkohësisht. Cili trup që mund të përballoj, do thonë të hinë në xhenem runa Zot. Për atë ne kur ku flasmi për shirkun, e kalojmë shumë shpejt. Për shkak se ne pretendojmë dhe mendojmë se jena të pastër në aspektin e shirkut. Ndërsa sahabët shokët e pejgamberit Allahu këtë lloj shirkut, të cilën do të flas, është faktikisht ju kanë frikë shumë. A frikë Ebu Bekr Siddiku radhiyallahu anhu. Për atë pejgamberi Allahu t'i thënte Ebu Bekr Siddikut, a din se shirku në ummetin tim depërton, sikur që hinë mrena, sikur që hecin fërkemat e bubret. Bubreci nuk ka shtikëll ati me të lajmëru se po vi. Bubreci atë nuk ka patkojt kuajve të cilët të kupton e hecë dhe kërset. Bubreci në trup edhe ti se një. Pra shirku ka mundësi të depërton në zemrën e njeriu pa e ndijat. Pra ata, si pasojë e saj në e shohmi shumica e muslimanëve për vetë keq, janë ata të cilët përbetohen diçka posë Allahut Azza wa Jall. Njëri thot pasha besë. Bile ne këna shprehi për besë. Ke për besë o për betim? Thot më kam mësu gjumë. Hek, pasha fëmi, pasha këtë dritë, pasha rezët e dilë, mos I gjejshta fëmi gjallë, kërrejnë. A të shko do thonë përbetim? Përbetim do të thotë që nëse unë gënjej, ja jep drejt ati që po përbetonë të më akmirët dhe të më zbulon rejnën. E mos I gjejshta gjallë si t'i gjetë dekëm qish ka me të zbulu për t'i rejnë. Ti jetë o rejnë të fillim? Ti jetë o rejnë të përbetim? A më kjo është shirk I vogël. Që Abdullah Mesudi thëke, ma e dashur për mu është që të bajnë gjunat të madh, se sa t'i bajnë Allah të shirk. Apo në kontekstin e ti që e thëndën, ma e dashur për mu është që të përbetonë në Allah në rejshëm, se sa të përbetonë në dikan qeter drejt. Dhe më përbetu në Allah në Azza wa Jall rejshme e gjuna I madh. Ndërsa më përbetu dikan qeter drejt është shirk. Pasipat Abdullah Mesudi se shirku është më I madh se gjuna I madh. Çfarë kupton? Do thonë që pasha fëmijët me bo bej është ma keq se me bo zino. Pasha që këtë dritë me bo bej është ma keq se me mit njeri. Pasha fëmijët me bo bej është ma keq se me in kredit dhe me mor kamot. Do thonë është gjuna ma I madh se I madhi. Që thot nuk shlijet kjo vetëm pendim. Para të thot pejgamberi Allahut. Kush përbetohen dikan tjetër pos Allahut le thot la ilaha illallah se e ka dëmtu tauhid. E ka dëmtu besim. Kja është pejda parë që duhet nga zemrat e eliminu. Kur mos u përbeton në askend vetëm në Zotin tënë. Edhe ata mos e ban shprehi çdo ditë. Nëse përbetosh vetëm se në Zotin tënë për shkak se din se vetëm Zoti jot është ai cili vlen të përbetohet në tanë, ndëse Allahu përbetohet në kanë doje ai për shkak se janë krijesat e tij dhe përbetohet Allahu Azza wa Jall në kanë donë, dhe Allahu si zakonisht nuk përbetohet vetëm në diçka të çmuar. E dyta që